Një ngjarje e rëndë në Kërvasar të Malishevës ka tronditur vendin dhe ka lënë pas një tragjedi të rëndë familjare. Një 25 vjeçare shtatzën ka humbur jetën pasi është plagosur me armë zjarri, ndërsa bashkëshorti i saj 26 vjeçari Egzom Bytyqi ka mbetur i plagosur rënd dhe po trajtohet nga autoritetet si i dyshuar në lidhje me rastin. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së dielës më 23 gusht, rreth orës 23. Policia është njoftuar për një rast të plagosjes me armë zjarri në fshatin Kërvasari të Malishevës dhe menjëherë në drejtim të vendit të ngjarjes janë nisur patrullat policore dhe ekipet e emergjencës. Kur kanë mbërritur në shtëpi, ekipet kanë gjetur Jetlira Foniqin dhe bashkëshortin e saj Egzonin të plagosur me armë zjarri brenda dhomës së gjumit. Të dy janë dërguar me urgjencë në qendrën klinike universitare të Kosovës, por për Jetlirën, plagët kanë qenë fatale. Rreth orës 1:10 është konfirmuar se 25 vjeçarja kishte ndërruar jetë. Ajo ishte shtatzën rreth 34 javëshe. Ndërkohë bashkëshorti i saj vazhdon të jetë në gjendje të rëndë dhe kritike për jetën. Por ndërsa hetimet po vazhdojnë, në këtë rast kanë dalë edhe disa detaje të tjera. Sipas të dhënave të rastit të siguruara nga sinjali, Egzom Bytyqi kishte jetuar dhe punuar për rreth 4 vite në Gjermani. Në Kosovë ishte kthyer vetëm rreth 1 muaj para kësaj tragjedie. Një tjetër informacion lidhet me gjendjen e tij gjatë kohës që ishte në Gjermani. Sipas deklarimeve të familjarëve para autoriteteve, ai kishte pasur probleme të shëndetit mendor gjatë qëndrimit atje, raporton sinjali. Por kjo duhet theksuar qartë, bëhet fjalë për deklarime të familjarëve të evidentuara në informacionet fillestare të rastit dhe jo për një konstatim mjekësor të verifikuar. Edhe arma e përdorur në rast është pjesë e hetimeve. Sipas informacioneve të siguruara për rastin, arma që dyshohet se është përdorur i përket babait të dyshuarit. Ai ka deklaruar para autoriteteve se armën e posedonte me leje. Policia e ka gjetur dhe sekuestruar armën në vendin e ngjarjes. Ndërkohë prokuroria themelore në Gjakov ka konfirmuar se Egzom Bytyqi po trajtohet si i dyshuar. Rasti është iniciuar për veprat penale, vrasje e rëndë dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve. Trupi i pajet i Jetlirës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për autopsi. Tash për tash shumë çka ende mbetet për t'u sqaruar. Hetuesit po punojnë për të zbardhur se çfarë ka ndodhur saktësisht brenda dhomës së gjumit dhe cilat kanë qenë rrethanat që çuan në këtë tragjedi. Ajo që dihet deri tani është se një 25 vjeçare, 34 javëshe shtatzën, ka humbur jetën, ndërsa bashkëshorti i saj ka mbetur i plagosur dhe po trajtohet si i dyshuar. Hetimet vazhdojnë dhe vetëm pas përfundimit të tyre, pritet të dihet saktësisht se si ka ndodhur kjo ngjarje tragjike në Kërvasar të Malishevës.